Mirë, kthehemi, po flasim sërish për konfliktin e fortë midis Iranit. Natyrisht, Eugenia, ja vlen të flasim për qëndrimin amerikan në këtë çështje. Trump është munduar të marrë jo ekuj distant, po distant nga konflikti, pra ne nuk po përzihemi, tha Rubio, po as nuk duam na ngacmoni se pastaj do ju kundërpërgjigjemi. Njerë tha, po flasim me ta, mund negocojmë me ta. Pra le të themi pozicioni Trump duket sikur nuk është se e do Iranin, por kërkon së paku në imazh përgjithshëm thotë që ne nuk po përzihemi në të konflikt. Po sa realisht të papërfshirë janë Shtetet e Bashkuara? Unë mendoj që është komplet e kundërta ajo që po bën SBA-ja dhe Trump. Nëse do të rikujtojmë intervistën e 9 marsit ndoshta të këtij viti, Trump dha një lajmërim Iranit pikërisht për këtë afatin kohor 6 ditor, 60 ditor për të ulur në tavolinë dhe për të negociuar për programin bërthamor. Dhe erdhi sulmi në ditën e 61. Kështu që duket sikur Trumpi ka këto deklaratat shumë spektakolare dhe nuk e marrin në konsiderat, por që ja që SBA-ja duket që ka dhënë bekimin e saj. Megjithatë, nëse do të bëja këtë analizën apo krahasimin mes qëndrimit të SBA-s në lindjen e mesme dhe atë në Ukrainë, duket sikur kemi të bëjmë me atë që quhet morali performativ dhe jo në princip. Nuk kemi më një respektim të principeve dhe drejtës ndërkombëtare, por është thjesht një moral performativ, show, spektakël, aty ku ne kemi interesat ton lëm të tjerët, pra lëm Izraelin që me dorezat e tij të kapi gështenjat e nxehta, por nga ana tjetër luajmë edhe atë rolin e mediatorit me Ukrainën. Mendoj që Amerika më shumë se kush është interesuar që regjimi të ndryshojë dhe programi bërthamor të marrë fund një herë e mirë, por nga ana tjetër kemi të bëjmë edhe me një interes ekonomik të Amerikës në këtë rajon, ndoshta për hapjen e tregjeve të reja apo për uljen e fuqisë të Iranit në lindjen e mesme. Unë jam më dashamirës ndaj Trumpit se sa duket nga zonja në këtë mes. Jam shumë dashamirëse, por realiste. Nuk po dyshoj për një agend ndryshe në Ukrainë nga ajo në Izrael apo në këtë konflikt. Ju thonë ndryshojnë vetëm mjetet. Unë besoj që situata është ndryshme dhe prandaj në mënyrë parimore Trumpi e ka bërë shumë të qartë ajo që është e papranueshme është një armë atomike në duart e Iranit. Kjo është e padiskutueshme. Ne, se këtu kanë qenë gjithë dakord, gjithë administratat. Kjo është arsyeja pse ai ka ofruar bisedë. Gjithë administratat kanë sponsorizuar çfarëdo lloj opozite ndaj regjimit Ayatollah. Po, por është në të njëjtën kohë Trumpi ai që thuhet që nuk ka pranuar që të vritet Ayatollahu. Përsëri kjo tregon një qëndrim jo dashakeqës apo ndaj jo i pa parimt, më kupton? E tjetra, edhe pasi mbaruan 60 ditët, që nën kupton Trumpi kur ta thot një fjalë e mban, nuk e la as Izraelin që ta sulmonte para 60 ditëve, po ama 61 do të thotë Irani, jo për Ukrainën, se për Ukrainën ta 24 orë. Jo, prit, do shkojmë ke Ukraina. Por çfarë i thot tani Trumpi përsëri Iranit në ditën e 62? I tha, ju keni një shans të dytë. Po të doni ne mund të bëjmë prapë bisedë që të mos vi më e keqja. Pra, Trumpi është një negociator. Njëri nga negociatorët e Iranit që do shkonte në negociatë, nga Izraeli. Po varet, mos ka pas mendje të keq ai negociatori. Aty do të shkosh ata kishin 60 ditë. Hajde na sqaro këtë. Ata kishin 60 negociatori. Kjo është forca e më të fortë. Të ekzekutosh negociatorin, ti tregon që nuk je për negociatë. Zgjedhje edhe me mënyra jo ortodokse, po. Trumpi është parimor, e ka treguar rigorozitetin e vet, ka treguar dhe aftësitë e veta negociuese. Dhe i thot ke shansin e dytë, i thot Iranit. Kjo më duket shumë, do me thonë se, për të thonë që ai akoma diskuton mundësin e mbylljes së këtij konflikti në një mënyrë paqësore. Pra, Trumpi është për paqen në lidhje me çështjen e Ukrainës. Trumpi, që është nga fillimi deri në fund edhe sot, mbetet për një mbarim të konfliktit. Ai e ka thonë
për mua si djemtë e Ukrajinës. Në samitin e G7-s Kanada ishte i vetmi që nuk firmosi deklaratën ku Rusia quhet agresore. Shiko, sepse ai e kupton historinë. Edhe ka gabimi madh që i kanë hequr Rusin nga G8-a. Po sigurisht, Rusia është një faktor i rëndësishëm në botë. Geopolitik. Është shumë i rëndësishëm. Dhe Rusia e ka dhe po e fiton luftën në Ukrainë. Kështu që përralla nuk duhet bëjmë. Trumpi nuk bën përralla. Ushtrim mund ta ketë, po GDP-n e ka sa shteti New Yorku. Trumpi nuk bën përralla. Nuk ka demagogji. Unë jam dakord tek ajo që ai mëzyra më pak ortodokse për të arritur qëllimin. Tu jam dakord. Jo më parë, por kur ti nuk e quaj Rusin agresore, do të pse nuk e Rusia është agresore, por është e fuqishme. Dhe Trumpi po i thotë, ju nuk mund të bëni shkatërrimin e Ukrainës për shkak të atyre që ju e quani parime, se po shkatërrohet Ukraina. Tu ka drejt, po ka shumë të drejt. Unë do thoja që duke referuar dhe kësaj që po thuhet për qëndrimet e ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kundrejt konflikti, tradita e politikës amerikane në politikën e jashtme kryesisht ka qenë bipartizane, po vitet e fundit kjo ka ndryshuar. Por të rikthyer një shembull i konkret, administrata Obama kishte një qasje tjetër ndaj Iranit, më të zbutur, bashkë me administratën Biden, po një qasje më të fortë ndaj Rusisë, më të kundërt. Tashti me administratën Trump qasja është ndryshme. Në administratën e parë, gjë që ka një thyrje të politikës amerikane në këtë pikë dhe që është pjesë e ndryshimit edhe të kuadrit geopolitik që lëviz me një shpejtësi të madhe, sa një gazetar para ca ditësh në Financial Times e kishte quajtur diktatura e paparashikueshmërisë. Ndërsa përsa i përket kësaj që po ndodh tashmë qoftë në Iran, qoftë në Ukrainë, po para me Iranin, unë e përkufizova shumë i gjysë më ironie që kemi negociata dhe pikijata. Pra nga një anë ftohen palët ditën e diel, negociatorët duhet ishin në Oman për të diskutuar, ndërkohë që në realitet aviacioni bombardon. E njëjta gjë ishte me bizedimet e Ukrainës në Stamboll, që gjatë kohës që palët negocionin atje bombardohesh. Pra, do të thoja që ka një mënyrë edhe se si po zgjidhet gjithë kjo situatë e trazuar në politikën botërore që nuk i ngjan atij stili ose asaj metodologjia me cilën janë zgjidhur konfliktet. Pra ka një lloj do të thoja. Po ndoshta mund të jetë dhe stili Trump dhe ndoshta dhe bota dhe diplomacia botërore duhet të mësohet me këtë lloj stili që nuk është unik, nuk është drejtvizor. Pra i ngjan stilit e tij të paparashikueshëm dhe besoj ai ka deklaruar që nga fillimi. Dhe në lëvizjeve, për shembull, ajo çfarë i zuri të papritur një pjesë madhe të analizëve vëzhguesve ishte që ditën e diel po bëheshin gati të prisnin bisedime që do zhvilloheshin në Oman, ndërkohë që të premten pati një përshkallëzim të konfliktit me dy palëve dhe kur ka njihet zyrtarisht